Përshëndetje, është Endri. Sot po bëj një video që më kam pyetur disa njerëz dhe do ju përgjigjem një herë për gjithmonë që a e ndalon rritjen, domethënë zgjatjen, stërvitja. Shkurt, jo, nuk e ndalon. Për së gjati, më dëgjoni tani, të jap ca shpjegime, do ju laj edhe një link poshtë videos që mund ta klikoni dhe t'i vërtetoni, edhe po menduat ndryshe, lërni ndonjë link poshtë në komente që tregon ndryshe nga një revistë shkencore ose nga një doktor, domethënë i besuar, diçka të tillë, se unë nuk e kam problem. Ndoshta mund të jem gabim, por mendoj se nuk jam gabim për këtë temë. Këtë që do ju laj në domethënë shpjegimin domethënë poshtë videos ku shkruan ato. Kjo është një artikull që bë një studim edhe domethënë kërkovi disa pika të ndryshme. Tani që ta shpjegoj çik më mirë, okay? Si filluan që njerëzit ta kenë këtë ide që pse domethënë që stërvitja me pesha të rënda domethënë ndalon njeriu nga rritja. Tani e para është që kocka është si ta them unë, kocka që është akoma në zhvillim është krau është kocka, këtu në fund ka atë pjesën si më të butë, domethënë nëse ha mish në fund të kockës është ajo. Ajo forcohet dhe krijon kockë të re, domethënë bëhet pjesë, kështu është mënyra si rriten kockat. Kështu që domethënë kur është njeriu më i ri, teoria është që kur bën pesha, kjo e shtyp, domethënë e kondenson, dhe domethënë kjo pjesa e butë krijohet në pjesë të fortë edhe kjo e bën që të bëhet kockë edhe mos rritet më. Domethënë kjo ka qenë një teori, domethënë pse nuk rriten. Tani ky studimi që ju kam vënë këtu poshtë, edhe të tjerë, se nuk është se pash vetëm një para se të flisja, e konfirmova me shumë të ndryshme, domethënë, por kjo është një që ta lexoni. Kur kompresohet ajo pjesa e kockës, domethënë vazhdimisht, siç bëhen stërvitjet, kjo domethënë ky studimi e gjeti që kjo nuk e bën këtë efekt që shpjegova unë. Kjo nuk e ndalon domethënë rritjen, vetëm nga që ka presion domethënë vazhdimisht. Në fakt domethënë çdo aktivitet që bën e krijon këtë lloj kompresimi. Kështu që ka sporte që janë domethënë e kompresojnë akoma më shumë se sa domethënë ngritja e peshës. Kështu që peshngritja sipas kësaj teorisë nuk është sporti më i rrezikshëm, sikur kjo teoria të ishte e vërtetë. Kështu që kjo nuk është e vërtetë. Tani a ka rrezik që domethënë të bësh stërvitje edhe domethënë me ndonjë mënyrë që t'i bësh dëm që ta ndaloj rritjen? Përgjigjja është po, por nuk është nga stërvitja, siç thash, domethënë vazhdimisht. Kjo ndodh kur e dëmton, domethënë kur i bën një goditje të fortë ose diçka, ke mundësi që domethënë t'i bëj një farë efekti. Edhe është, siç thash, kjo mund të ndodhi me çdo lloj sporti, ose edhe po urrëzove ose në mënyra të ndryshme. Kështu që nuk është nuk është rreziku më i lartë në peshngritjen. Edhe është çik qesharake faktikisht, sepse mund të ndodhi që të bësh
dëmtim të fortë vetëm nga një këmbë për shembull ose krah, por një këmbë edhe kjo ose ta stimulon rritjen, që të bën të rritet këmba më shpejt, edhe pse u vra e bën të rritet më shpejt, ose e bën të rritet më avash ose të ndaloj rritjen. Kështu që është e mundur që mund të rezultosh në një këmbë çik më të gjatë se sa tjetrën. Domethënë nuk besoj që dallohet nuk besoj që dallohet nuk besoj që dallohet vetëm duke e parë kështu, po që në mënyrë të vogël mund të ndodhi. Kështu që duhet kujdes. Prandaj videot e mia që kam bërë nga më të parat ka qenë domethënë ngroja e muskulit, shtrirjet e muskulit, to janë gjëra që ti përgatisin trupin që ti kesh lëvizje të rregullta. Tani po i bëre stërvitje po me shumë pesha të rënda ose domethënë kjo mundet që ti shkaktoj dëm, por nuk është nga stërvitja, është sepse e ke dëmtuar, a kupton, nga presioni i fortë, diçka e tillë. Siç thash, mund ndodhi me çdo sport, kështu që është e mundur që me stërvitje të dëmtosh këto quhen growth plates, domethënë pjata rritje e quhen në anglisht. Kështu që po i dëmtove këto, domethënë kjo është çfarë ta jep atë efekt. Gjithashtu po të bësh stërvitje, domethënë ka makineri, po të shikosh këto videot qesharake që janë ca njerëz në palestër që bëjnë stërvitjet totalisht gabim, bëjnë gjëra të çuditshme. Edhe ajo është në rrezik, domethënë që ta rrit rrezikun, kështu që ngritja e shumë peshe që e përballon, domethënë që më shumë se ç'përballon, bërja e gabim e makinerive ose peshave, edhe e treta është forma inkorrekte. Okay? Kështu që unë kam filluar 14 vjeç në palestër, kam patur disa dëmtime të vogla, sepse unë e shtyja veten kështu që unë nuk e rekomandoj që ta shtyni veten, sidomos me pesha siç është stërvitja squat, që të vesh shumë peshë në kurriz. Kjo është një nga ato më të rrezikshmet, edhe deadlift quhet ajo që përdor kurrizin poshtë që ngren pesha. Edhe këto janë dy nga më të rrezikshmet, kështu që këto për shembull sa herë duhet fillosh graduale nga pesha më e vogël, edhe avash ti rrisësh, por që për mendimin tim se kështu e kam bërë vetë, unë mendoj që ta shtysh çik veten, edhe po që e ri, një 2 muajt e parë të paktën puno avash sa ta marrësh çik veten, pastaj filloj rëndoj peshat. Por që rekomandimi im është që ta shtysh, mos e kesh shumë me frikë, vetëm ruaju disa stërvitjeve edhe mos u bëj si shumë herkul, domethënë jo për një herë. Edhe po i ndoqet këto, edhe i bëre formën korrekte edhe nuk u nxitova. Domethënë për mua, edhe po që 14-15 vjeç nuk është kohë e gabuar për të filluar stërvitje. Gjithashtu stërvitjet me pesha trupi, këto pothuaj është rreziku zero, domethënë kështu që po e patë shumë merak, mund bësh vetëm stërvitje me pesha trupi, siç është pompa ose kur të riqesh lart te hekuri, ose çdo lloj stërvitje, domethënë me peshën e trupit. Kështu që ruajeni kujdes, se po e dëmtuat veten, edhe ju bë një këmbë më e gjatë se tjetra, nuk dua të më shkruani mesazh që Endri ma shkaktoi ti, se unë ju thash që të keni kujdes. Okej, edhe gjithashtu do ju falenderoj gjithë njerëzit që më shikojnë, më flasin. Është gjë e mirë edhe po më jepni shumë motivim. Faktikisht në trup kam vënë goxha muskuj këto 1-2 muajt e fundit, edhe vetëm kur të bëj një video tjetër që ta tregoj trupin, do shikoni shumë ndryshim të madh. Faleminderit edhe kalofshi mirë.